Në përvjetorin e 50 të lindjes, këngëtari Hajro Pepa zgjodhi të përshëndes publikun shkodran me një koncert e recital në teatrin Migjeni, duke e parë si mënyrën më të mirë për të falenderuar të gjithë ato spektator që në vite e kanë përkrahur dhe duar trokitur në skena. Këngëtari Hajro Pepa solli për ta këngët më të mira të repertorit. Datë shënuar për të, u bë edhe më e veçantë kur në sken për të përshëndetur 50 vjetorin e lindjes, u ngjiten emrat e njohur të muzikës shkodrane, kolegët e tij, mjeshtri i madh Bujar Çamili, Violeta Zefi, Mukades Çanga, Enriketa Kuçani dhe Adnan Bala. Ju bashkuan edhe mjeshtrat e humorit, Zylha Miloti, mjeshtra e madhe, aktorët Besnik Çinari, Anton Krosaj dhe Muhamet Çekini, i ftuar specialishte Omer Hoxhiç. Mu vjen mirë në radhë parë si këta shfaqje që jepin qytetin tonë, si qëllarojnë jetën artistike dhe kulturore qytetin tonë. Në meriton Hajro Pepa me i bon një recital, është këngëtar shumë i mirë. Gjithë e njohim. Më mërë brenda edhe shfaqja ka dalë mirë, e kanë prit mirë spektatori. Shqyqur që Teatri Migjeni po bashkëpunon me këngëtarët si Hajro, e vendon një tjetër që të bëjnë koncert recitale sa më shumë për qytetin e Shkodrës. Uroj që koncertit i shkojë marrë mirë, jo vetëm Hajros, por edhe këngëtarët e tjerë të bëjnë gjëra të tilla. Ju urojmë edhe 100 vite të lumtuna me nusen edhe me fëmijët e tij. Hajron e kena shumë të shtrejtë, shumë mik të mirë. Kena kalu koncerte, kena po që me thonë, Hajron, na jena tonë se me kënë pjesëtar të një familjes. Edhe 100 vite të lumtuna me familjen e tij dhe me ke ka për zemër, e kena mik të mrekullueshëm. Meriton një mirënjohje të madhe nga spektatori, kuptohet edhe nga tani miqt. Jetë gjatë dhe të lumtur, edhe 100 vjet të kënoj ishte. Me Hajron kam kënu gjithmonë, në për koncerte, dasma, gëzime familjare. Ashtë shumë i mirë. Ishte momenti ndoshta ma i përshtatshëm edhe ma i këndshëm që unë të bëj një koncert recital për veten normalisht edhe për publikun, me qenë se koncidoj me 50 vjetorin tim dhe dëshira ishte shumë e madhe për të realizuar një koncert tillë. Nuk e di sa arrita t'ja realizoj në atë mënyrën që do dëshiroja, por gjithsesi jam i kënaqur sepse spektatori e priti shumë bukur dhe besoj që kaloj bukur. Koncerti recitali i këngëtarit Hajro Pepa erdhi për 2 netë në teatrin Migjeni, ndërsa së shpejti do të transmetohet edhe në ekranin e TV1 Channel.